Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pjorin Ndreu, ka njoftuar se 13 familje të vendosura në qendër të qytetit pas katedrales kanë liruar banesat në marrëveshje të plotë me bashkinë, duke treguar mirëkuptim dhe besim ndaj projektit të madh që po nis për transformimin e kësaj zone, ku në këtë hapësirë parashikohet ndërtimi i qendrës së moshës së tretë. Në një reagim në rrjetin social Facebook, Ndreu thotë se ka dështuar tentativa e disa individëve për të përfituar politikisht nga kjo situatë, pavarësisht se janë po ato që më herët kanë mbështetur zhvillimin e kësaj zone dhe retorika e tyre nuk mund të ndalojë zhvillimin e qytetit. Kryetari i Bashkisë Lezhë bën me dije se asnjë familje nuk do të mbetet pas zgjidhje. Përmes bonusit të qeras, kredive të buta dhe projektit të ri të ndërtimit që bashkia në bashkëpunim me Entin Kombëtar të Banesave do të nisë në muajin qershor, do të sigurohet sistemimi për të gjitha familjet e prekura. Ndreu e mbylli reagimin e tij se Lezhë vijon të ecë përpara përmes punës dhe projekteve konkrete, duke lënë pas zhurmën dhe debatet e panevojshme.